Sot me ftesë nga Atë Grigori që të baja një temë për këtë periudhën e triodit, erdha me shumë kënaqësi, si gjithmonë, më është kënaqësi që të flas për besimin e krishterë në përgjithësi, por aq më tepër kur kam për auditor të rinj, kryesisht studentë siç jeni juve. Dhe do doja që të thonim disa gjëra të thjeshta që mendoj që ju nuk i dëgjoni për herë të parë, mendoj që në gjithë këto vjet i keni dëgjuar dhe përsëritur në mënyrë të vazhdueshme. Nuk mendoj se do të dëgjoni në gjë të re sot, po them të ndalojmë në disa pika për të shpjeguar pak çfarë është triodi. Triodi është një periudhë parapërgatitore që i përgatit besimtarët që të kremtojnë me rëndësinë që i takon, me ndjeshmërinë që i takon, të kremten e madhe të Pashkës, që është e kremtja më e madhe në besimin tonë të krishterë ortodoks, së bashku me Krishtlindjen. Para se dhe për të bërë këtë lloj përgatitje, kisha si një nënë e mirë është kujdesur që besimtarëve t'i ofroj sa më shumë dhe themi material shpirtëror, ashtu siç një sportist para se të marrë pjesë në një garë olimpike, duhet ta nënshtrojë veten në një stërvitje me një disiplinë spartane, të udhëhequr nga një trajner i mirë. Pra, çelësi i suksesit është mobilizimi total për të arritur fitoren dhe për t'u bindur, si themi, porosive, urdhrave që jep trajneri, që është një njeri që para nesh dhe themi i ka kaluar këto lloj eksperiencash dhe është njeriu i duhur që duhet për të drejtuar këtë njeri me vullnet mirë, pra që do të arrijë një rezultat në jetën e tij, që është jo vetëm thjesht pjesëmarrja në garë, në ato garat olimpike, por të arrijë një sukses, madje të marrë dhe trofen. Si thotë Shën Pavli, jo të gjithë ata që marrin pjesë në garë kurorzohen, por ata që garojnë sipas rregullave dhe në mënyrën e duhur dhe që japin rezultatet e duhura. Kështu pra dhe kisha i fton besimtarët që gjatë gjithë kësaj periudhe të shtojnë, të intensifikojnë pjesëmarrjen e tyre në kishë, sepse kisha është nëna jonë, që na ushqen vazhdimisht me ushqim shpirtëror, që është fjala e Zotit, që janë misteret e shenjta, dhe gjithë ky udhëtim parapërgatitor për Pashkën përbëhet nga disa stacione. Çdo diel konsiderohet si një stacion. Dhe ne filluam me të dielën e fariseut dhe doganierit. Dhe nga ungjilli të dielës na u shpjegua që bëhet fjalë për dy besimtar, të cilët u ngjitën në tempull për të lutur. Dhe në fund marrin vesh që jo të dy u shpërblen një lloj. Dikush mori shpërblimin, sepse pati qasjen e dur karshi Zotit, ndërsa tjetri, megjithse mendoi që kishte të fituar, u kthye në shtëpinë e tij duar bosh. Pastaj vazhdojmë me të dielën e plankprishësit, që do na flasi për kthimin e djalit plankprishës. Pastaj kemi të dielën e gjykimit të fundit, që na flet se si Zoti në ditën e fundit, pra nëpërmjet ëngjëve, do t'i mbledhë të gjithë njerëzit
përpara gjykatores së tij, pra, të gjallë të vdekur, dhe do t'i ndaj, thot, siç i ndan bariut delet nga të qept, të mirët nga të qinjt, të drejtët nga të padrejtët. Dhe e diela e fundit që paraprin fillimin e Kreshmës është e diela e faljes, kur fragmenti i Ungjillit thot që ashtu siç pra nëse ju u afalni fajet fajtorëve tuaj, pra edhe Perëndia ati do t'ju afal dhe juve fajet tuaj. Në rast se ju nuk u afalni ata që ju kanë bërë keq, pra nuk i falni fajtorët tuaj, edhe Perëndia nuk do t'ju falë juve. Pra sa e rëndësishme është që përpara se të fillojmë udhëtimin e Kreshmës, që është një, si them, praktik shpirtërore, duhet që të marrim, pra, të japim falje dhe të marrim falje nga të gjithë njerëzit që na rrethojnë në jetën tonë të përditshme. Mbas fillimit të Kreshmës, kemi pastaj të dielën e ortodoksisë, ku neve kremtojmë ditën e rikthimit të ikonave pas një përndjekje për 120 vjetësh, triumfalisht në Kish nga mbretëresha Theodora, e cila na rikujton se çdo njëri nga neve duhet të restaurojë brenda vetes ikonën e Perëndisë, sepse thamë që jemi krijuar sipas imazhit, sipas ikonës së Perëndisë. Në mes të dielën e dytë të Kreshmës kemi Shën Grigor Pallamaj, i cili me predikimin e tij, me doktrinën e tij, na mësoi që ne në këtë botë nuk erdhëm thjesht për të bërë njerëz të mirë dhe për të bërë vepra të mira, por në këtë botë erdhëm për të shenjtëruar, siç thotë në Ungjillin e Shenjtë, jini të shenjtë si kurndër dhe Ati juaj në qiell është i shenjtë. Pra duhet jemi të shenjtë, të shenjtërojmë gjithë jetën tonë, gjithë veten tonë, gjatë gjithë jetës që jemi në këtë botë. Dhe kjo mund të arrihet në bashkëpunim me Perëndin, njeriu mund të hyjë në atë që quhet procesi i hyjnizimit, theosis, të cilin këtë proces e fillojmë që në këtë jetë dhe vazhdon pastaj në përjetësi. Sistemi, domethënë si themi, procesi i hyjnizimit, kur neve çdo ditë, çdo orë, çdo moment që kalon, bëhemi të ngjashëm me Perëndin. Në mes të Kreshmës kemi faljen e kryqit, jo më kot kisha na sjell në kujtesë posimin shpëtimtar të Zotit, pra kryqëzimin e tij, për të dhënë fuqi besimtarëve, për të thënë që shiko se çfarë pësoi Zoti ynë për neve, që të marrim kurajo, që me gjithë vështirësitë e Kreshmës apo çdo lloj ngasje tjetër që ne kalojmë gjatë kësaj periudhe të përpjekjeve tona shpirtërore, të mund të marrim kurajo dhe fuqi nga kryqi për të vazhduar përpara në udhëtimin shpirtëror drejt takimit ton me Zotin, duke përjetuar ashtu si duhet pësimin shpëtimtar dhe ngjalljen në ditën e Pashkës. Të dielën e 4 të Kreshmës kemi Shën Joanin e Shkallës, që është një libër shumë i bukur, që e ka shkruar Shën Joani, pra që prandaj quhet i Shkallës, sepse ka shkruar atë shkallën e virtyteve, me të cilën duhet të pak në radhë parë duhet të vijemi në dieni një herë që ekziston kjo shkallë e virtyteve, nëpërmjet të cilës duhet të shenjtërohet një krishter në procesin e tij të shenjtërimit në këtë jetë dhe të bashkimit me Perëndin. Dhe të dielën e 5 të Kreshmëve kemi Shën Marian e Egjiptit, që është një model, le të themi, që na jep kurajo të gjithë njerëzve, se për sa kohë që Zoti pranoi pendimin e kësaj grue kaq mëkatare, që ditë pak a shumë e kemi dëgjuar jetën e Marisë e Egjiptit, përderisa Zoti i dha kurajo, tha, dhe e pranoi pendimin e kësaj grue mëkatare, kjo tregon që në radhë parë mesazhi i Ungjillit është mesazhi i pendimit dhe i pranimit të Zotit
për të gjithë njerëzit e kësaj bote, pavarësisht se sa mëkatar janë. Për të gjithë njerëzit ka shpresë në mëshirën e Perëndisë. Dhe pastaj hym në javën e Posimit me dy ngjarje të mëdha, që është ngjalli e Llazarit dhe hyrja në Jeruzalem, që gjithë e dim historinë dhe ngjarjen se si ndodhi, ku turmat kur morën vesh ngjallën e Llazarit e pritën me brohoritje, me hosana, hyrjen e mbretit të tyre, siç ishte shkruar në profeci, gëzohu bie e Sionës, ja ku po të vjen mbreti yt, i hipur mbi një gomare, mbi një kafshë të përulur. Dhe pastaj hym në javën e madhe, që gjithë e dim pastaj se si vazhdon gjithë java e madhe, çfarë po hyjtohet gjatë javës së madhe, dhe pastaj kulmon me kryqëzimin të premtën e madhe dhe me ngjalljen që e kremtojmë të dielën e Pashkës. Pak a shumë vetëm desha ti prek të gjithë to stacione, le të themi, shpirtërore, të cilat besoj që në ditën e vazhdim do ketë referues të tjerë të cilët do vinë këtu dhe do flasin për këtë temë. Unë desha sot të ndalojmë me atë që ne e hasëm me ungjillin të dielës, që e hasëm të dielën që kaloi pra, me atë të fariseut dhe të taksambljasit. E cila mendoj që është mos them më e bukur ndër pjesët më të bukura domethënë të shkrimit të shenjtë, më intriguese, më befasuese. Unë mund të them nga eksperjenca ime personale, për shembull, kur e kam lexuar për herë të parë Fariseun, nuk para të kuptoj ku ishte gabimi i fariseut. Sepse fariseu i bënte të gjitha veprat e mira. Ai nga një ditë në javë që ishte kreshme, i mbante 2 ditë kreshëm, agjeronte. Ai jepte 1/10 e gjithë pasurisë tij, jepte Zotit. Ai fali sa herë jep për mundësia, shumë herë në ditë. Fali, lutej, bëj, lavdronte Zotin. Ndërsa shikojmë si antitezë një figurë tjetër, që të paktën kur e lexova për herë të parë thjesht ndjeva keqardhje. Po që ishte njëri, le të themi, mëkatar në fundit. Ishte një taksamledhës. Dhe e kemi thënë dhe herë të tjerë që taksamledhësit ishin njerëzit më të urryer në shoqërinë judease të asaj kohe, 2000 vjet më parë, në kohën e Zotit. Sepse e parë një licencën e kishin blerë nga romakët për të ushtruar aktivitetin. Dhe e dyta, vidhnin në mënyrë më të pacipt të mundshme, vidhnin popullin. Dhe popullit atojnë në mënyrë trefisht. Një monedhë i shkonte shtetit, një monedhë i shkonte taksambljedhësit dhe një monedhë i shkonte atij që kishte dhënë licencën guvernatorit apo të parit qytetit. Pra nëse një qytetar i atij vendi duhet pagonte 1 dinar taks, ai pagonte 3 dinar. Dhe populli ishte shumë i mërzitur, shumë i idhëruar dhe fajsonte në radhë parë këta që ishin bërë bashkëpunëtorë të pushtuesit dhe ja kishin bërë aq të vështirë jetën popullit dhe i klasifikonin një lloj me prostitutët. U ndalonte hyrjen nëpër sinagoga dhe në tempull, nuk i fliste njeri, i trajtonin si njerëz më të urryer. Dhe në radhë parë thash edhe një herë kur e kam lexuar këtë fragment ungjilli, shpirti im u mbush me admirim për fariseun. Dhe mund themi që për taksambljedhësin thjesht ndjeva një keqardhje, domethënë që i gjori ky sa mëkatar që nga. Por pastaj kur fillon pak nga pak dhe e lexon në përgjithësi ungjillin, fillon shton dituritë dhe njohjen me Zotin, pra dhe fillon kupton si e gjykon Zoti jetën tonë, çfarë kërkon Zoti nga jeta jonë. Fillon të kupton tash pak nga pak që brenda figurës së fariseut ka një diçka që nuk shkon. Farisejt në kohën e Zotit ishin 6.000 që ta dini. Pra ishin shumë. Kur njëri vendos se ishte farise, ishte një zbatues strikt, madje i egzageruar ligjit Mojsiut. Pra si thoshte ai vetë që ishte caktuar nga ligji një herë në javë. Agjërimi ai bënte 2 ditë në javë.
dhuronin patjetër sipas ligjit 1/10 e të ardhura e kështu me radhë. Madje dhe rrobat e tyre nuk ishin si të qytetarëve të tjerë. Ata mbanin rroba apostafat, pra kishin një lloj statusi të privilegjuar që ja jepnin kryepriftërinë dhe të parat e vendit dhe mbaheshin për të parët e vendit, gjykatës të vendit, vendoseshin në për mbledhje, në për festime familjare, vendoseshin gjithmonë të parët, pra prodhonte një lloj mirëqenie dhe emocionale, po edhe materiale, në kuptimin që ishin gjithmonë të parët e vendit. E kishin këtë luks. Dhe ishte bërë nga një dëshirë e mirë për të zbatuar ligjin e Zotit, ishte kthyer në një lloj mënyrë jetese fitimprurse për ta. Dhe shpesh kalonin në egzagjerime, i jepnin të drejta vetes dhe gjykonin njerëzit e tjerë. Këtu fillon tash problemi i fariseut. Tani lind pyetja, po mi ku qëndron gabimi këtu tani i tij, te lutja e tij. Si u drejtua Zotit? O Zot, të falimnderit që nuk jam si mëkatarët e tjerë. Pra o Zot, jam shumë i mirë, unë tash nuk s'kam nevojë më as të korrigjohem, nuk kam mëkate, nuk kam asgjë, jam shumë i mirë. Nuk jam si ata të tjerë, mëkatarët e tjerë, unë jam i përsosur, jam perfekt. Ke unë nuk mund gjesh dot asnjë gabim, o Zot. Tash ti mua duhet më vësh në një vend aty ku më takon mua, tash jo me këta njerëz të tjerë. Dhe gabimisht ai mirësinë e tij apo përsosmërinë e tij apo virtyn e tij nuk e maste me Zotin, me kriterin e Zotit, po e maste me njerëz të tjerë mëkatarë, thoshte që s'jam si këta. Por nuk bënte pyetjen vetes si dëshiron Zoti që ti e mund. Çfarë duhet bëj unë që të bëhem i pëlqyeshëm në sy të Zotit? Pra, me pak fjala in tempull, nuk hyri për të adhuruar Perëndin, por hyri për të lavdëruar veten. Për të adhuruar veten. Shiko sa i mirë jam. Më mirë se kaq s'mund bëhem dot. Dhe donte që vetja e tij të ishte objekt adhurimi dhe një model imitimi nga të gjithë njerëzit e tjerë. Dhe pikërisht këtë lloj krenarie që ai kishte me shumicë, Zoti nuk e pëlqeu fare. Pra paralajmërimi është që duhet kemi kujdes që kur shkojmë në kish, mos të hyjmë me mendime krenarie. Madje para se të shkojmë kish, i bëjmë një analizë vetvetes, shikojmë çfarë defektesh kemi, çfarë tëmetash kemi, çfarë gabimesh kemi në jetën tonë dhe të përpiqemi duke i kërkuar falje Perëndis dhe ndihmë Zotit të mund të korrigjojmë vetveten. Të heqim dorë nga veset, të heqim dorë nga krenaria, nga lavdidashja dhe pastaj nga të gjitha ato lloj mëkatesh dhe pasionesh njerëzore. Shumica e njerëzve ku e fuste veten dhe fariseu, mendonin dhe mendojnë edhe sot që mëkati është për shkakun po të vrasësh, ti marrësh jetën tjetrit. Mëkati është të vjedhësh për shkakun. Është gjë e rëndë shumë. Vjedhësh gjërat e tjera. Apo mëkati është për shkakun imoraliteti. Të shkosh me gratë e botës. E kështu me radhë. Dhe duke pasur kritere të tilla, nga që ky nuk i bënte këto veprime, mendonte të shihë se këto gjërat e tjera tash unë i kam realizuar. Por në kohë që ligji i Zotit nuk janë vetëm këto porosi, to janë 3 nga porosit, por nuk janë të gjitha porosit. Dhe ai në vend që të merre me një analizë të mirëfillt, si lider fetar që ishte, dhe të analizonte çfarë bënte dhe çfarë nuk bënte nga gjithë ato që ishin ligji dhe porositë e Zotit, që e dinë shumë mirë që 2 nga porositë që përmbushin gjithë ligjin e Zotit, që ishin të shkruar te ligji i Mojsiut, që ishte duhet Zotin tënd me gjithë fuqinë tënde, me gjithë shpirtin dhe mendjen tënde, dhe duhet të afërmin si veten tënde. Që këtë pjesë nuk e kishte parë, se kishte lexuar, se kishte studiuar akoma.
Dhe keqja është që në këtë gabim që era fariseu, bien në përgjithësi shumica e njerëzve që vinë rregullisht në kishë. Dhe mendojnë që janë mjaftueshëm të mirë e të denjë për të ardhur në kishë, të tjerët s'duhet shkelin kishë sepse janë mëkatar. Dhe nuk lë rast pa evidentuar drejtsinë e tyre, se sa të mirë janë, dhe të tjerët i kategorizojnë si të pa denjë për të hyrë në kishë. Madje kanë kurajë njerëz thonë po ti si s'ke turp që vjen në kishë për shkak. Me këtë jetë që bën ti. Dhe nuk mendojnë që në radhë parë njerëzit duhet të shikojnë dhe të analizojnë veten e tyre. Sepse mëkati i gjykimit është një nga mëkatet më të rënda që bën njeriu. Prandaj thot Zoti, mbasi flet për ato porositë e predikimit mal, thot mos gjykoni që mos të jeni të gjykuar. Pra nëse doni të shpëtoni nga gjykimi i Perëndis, mos gjykoni të tjerët. Mos gjykoni edhe nuk do të jeni të gjykuar. Dhe etrit e shenjtë për shembull kur analizojnë mëkatin e gjykimit thonë që ai që bën mëkatin e gjykimit është antikrisht. Sepse gjyqi i takon vetëm Krishtit. Ai është gjykatësi ynë i drejtë. Ai do e gjykojë jetën tonë. Dhe ai që përpiqet të bëjë gjykatësin tregon që është antikrisht, pra do të zër vendin e Krishtit, të Zotit tonë. Por ky mëkat që është kaq i rëndë për shkakun, në shumicën e njerëzve nuk konsiderohet fare. Dhe që këtu, për shembull, ne jemi në mëkat me Perëndinë dhe nuk jemi kurkund në jetën tonë shpirtërore, në përpjekjet tona për shpëtimin e shpirtit. Është mëkat shumë i rëndë. Ndërkohë tani, ai për cilin e tham që në fillim kur lexuam, kur na paraqitën këto dy personazhe, pra personazhi i Taksamblesit, në mos antipatin, paktën deri keqardhë kemi arritur që na vjen keq po sa mëkatar që nga ky i gjori. Shikojmë që në fund të historisë ky deli mëshiruar nga Perëndia. Pse? Sepse jeta tham që bënte ishte mëkatare. Ai ishte vjedhës, vjedhte popullin. Por qasja e tij në momentin që vendosi për të hyrë në kishë, ai nuk pa as majtas, as djathtas. As nuk mor me njerëz të tjerë, as gjykoi njeri, por me syt për dhe, godiste veten dhe thoshte, o Perëndi, mëshiron mua mëkatarin. Sepse ai ishte i ndërgjegjshëm që ishte mëkatar. Dhe kjo është, themi, hapi i parë i shpëtimit tonë. Kur ne ndërgjegjësohemi që jemi mëkatar. Atëherë mund të them që kemi hyrë në rrugën e shpëtimit. Se një njeri që ndërgjegjësohet që është mëkatar nuk merret me njerëz të tjerë fare. Merret vetëm me veten e tij. Sepse e di që gjithë jetën po të jetojë, nuk i mjafton për t'u penduar për mëkatet e tij. Dhe sa më shumë që ne shikojmë brenda vetes, do kuptojmë se sa mëkatar jemi. Shenjtorët që e filluan këtë proces, procesin e pendimit, sa më shumë e njihnin Zotin, aq më shumë e ndjenin që ishin mëkatar. Dhe thoshin dhe besonin që të gjithë njerëzit e kësaj bote do shpëtohen, vetëm unë nuk do të shpëtoj. Nga jeta e Shën Andonit të Madh tregohet një histori shumë e bukur. Shën Andoni, mbasi kishte jetuar shumë vjet në shkretir, mendonte që kishte arritur majat e virtytit dhe mendonte që tani unë s'kam më të mësoj në një gjë tjetër. Sepse betejat e tij kishin qenë titanike. Kishte luftuar me frymrat, me demonët, me pasionet, vite të tëra në shkretir i vetëm. Dhe filloi të pyeste veten, dhe njëkohësisht Perëndi thoshte, o Zot, a duhet të mësoj në një gjë tjetër unë, nga kjo jetë? A duhet marrë një mësim tjetër që të përsosëm të
të bëjmë më i mirë. Dhe Perëndia i tërë mirë, që do shpëtimin e gjithë njerëzve, i dërgon shënandonin të madh një angjëll. Dhe i thotë, po Andoni, thotë, ti ke akoma shumë për të mësuar, thotë. Dhe sot, aktualisht, ka njerëz edhe më të virtytshëm se sa ti. Si ka mundësi, tha. Ku jeton ky njeri, tha, që unë se pas kam njohur deri më sot? Po, i thotë. Eja me mua se ta tregoj, thotë. Në Aleksandri, thotë. Atje në qytet, thotë. Në mes të gjithë njerëzve, thotë, jeton ai, thotë. Njeri i virtytshëm. Dhe unë nis shënandoni, bëri shenjën e kryqit, Perëndi më ndriçoi, të takoj këtë njeri kaq të lartë, që vetë Perëndia ma zbuloi. Vajti në qytetin e Aleksandrisë, pyeti, kërkoi, dhe i ndriçuar nga hiri i Perëndis, ndaloi përpara dyqanit të një këpucari. Pa në i gjë me kureshe, dhe më çfarë mund të kishte në gjë nga i cili mund të përfitonte. Nuk pa në gjë të veçantë, i ofrua këpucarit dhe i tha, dua të kem një përfitim shpirtëror nga ti, tha, të lutem më trego, çfarë bën ti, tha, betejë shpirtërore, që je kaq i pëlqyer nga Perëndia. Unë tha, nuk e di, tha, asgjë tha s'bëj. Po si e bën jetën ti, tha, çfarë bën ti në jetën tënde përditshme? Po ja, tha, unë tha, çdo ditë, tha, kur bëja të lutin tim e them o Zot, të gjithë njerëzit e kësaj bote do shpëtojnë vetëm unë do mbasi jam mëkatar shumë. Po tjetëri, tha. Po, ja, tha, përpiqem, tha, çdo ditë, tha, të punoj, tha, me dersën e badit për të siguruar bukën e gojës. Dhe nga fitimi që marr, tha, 1/3 e hedh në kishta. 1/3 ja jap të varfërve që kanë nevojë, tha. Dhe vetëm 1/3 e mbaj për vete dhe kjo më mjaftoni, tha. Po në gjë tjetër, tha, bën, tha, jo, tha, nuk bëj, tha. Dhe Shën Andoni u çudit shumë për mesazhin që i dha ky këpucar i thjesht që jetonte në botë. Jo në shkretir, jo në monastir. Edhe kush ishte fjala e parë? Unë besoj që jam njeriu më mëkatar në botë. Të gjithë bota do shpëtoj, tha. Se janë të mirë, tha. Vetëm unë do shkoj në ferri. Se jam njeriu më mëkatar. Ndërkohë që ai mbante nga gjithë djersa e tij, mbante vetëm 1/3 e të ardhura. Janë modele këto, të cilat, që mos them që është e pamundur t'i gjesh sot në botë, mund t'i gjesh tepër rrallë. Që mund të ketë njerëz edhe sot e kësaj dite që përpiqen në këtë mënyrë për shpëtimin e shpirtit. Dhe Shën Andoni, i menduar dhe i përulur nga Perëndia, u kthye përsëri në shkretir, duke marrë një mesazh shumë të madh, që është mesazhi i përullësisë. Që pa përullësi, të cilën e kishte për së vërtetës dhe taksambledhësi i fragmentit ungjillit, se po mos ishi përullur, nuk shkon kish për të lutur, e për të falur, e për të penduar. Se thua që jam në rregull. I përullur, thot jam mëkatar. Pranon që vërtet është mëkatar. Pra, në qoftë se na mungon përullësia, mendoj që të gjitha gjërat e tjera do na shkojnë dëm, siç i shkoi fariseut. I cili kishte shumë vepra të mira dhe unë kur e lexoj vazhdimisht atë, e pyes veten shumë herë, them, po ti asa fariseu nuk je. I cili nga një herë në javë thoshe 2 herë agjironte. Jepte 1/10 e të ardhurave. Jepte kishës, jepte Zotit. Po, lëre këtë tjetrën, po këto që bën të fariseu, i bëjmë ne në jetën e tonë përditshme.
Pra, le të përpiqemi nga çdo mesazh që përpiqet na japi Zoti nëpërmjet kishës së tij, nëpërmjet ungjillit të tij. Të përpiqemi të reflektojmë, të shikojmë çfarë mund të korrigjojmë nga jeta jonë. Me përulësi le të shkojmë në rrugën e pendimit. Në pranimin, në njohjen e mëkateve tona dhe në kërkimin e faljes. Sepse në qoftë se dita e fundit e jetës sonë toksore nuk do të na gjejë të penduar, atëherë ne nuk mund të hymë dot në mbretërinë e Zotit. Nuk është se Zoti nuk dëshiron, po sepse neve nuk jemi penduar. Dhe pa pendim, askush nuk mund të hyjë dot në mbretërinë e Zotit. Pendimi është shumë i rëndësishëm. Nëse jeta jonë si besimtar nuk shoqërohet nga një pendim i vazhdueshëm, pra nga një njohje e reale e vetvetes, dhe një pendim i vazhdueshëm për çdo mëkat apo dobësi njerëzore që ne kemi, them që do ta kemi të vështirë kur të përballemi me Zotin. Dhe duhet dimi diçka që Perëndia është mëshirë pafund, po është edhe drejtësi. Nuk mund ta kuptojmë njërin pa tjetrën. Pra Zoti pret vazhdimisht që ne të pendohemi, të korrigjohemi, po pastaj veprojnë ligjet shpirtërore. E priti Izraelin 40 vjet Zoti që të pendohej. Nuk u penduan. Çfarë ndodhi? Në vitin 70 pas Krishtit, ushtritë e Romës, pas një rebelimi të judejve në Jeruzalem e në gjithë qytetet e përqartë, erdhën me ushtri, shkatruan gjithë qytetet, vranë popullatën, ato që mbeti i çuan si skllëvër në Rom. Dhe shkatruan dhe nuk mbeti gur mbi gur as nga Jeruzalemi, as nga tempulli, siç i paratha Zoti, që nga ky vend nuk do mbetet gur mbi gur. Sepse i priti Zoti dhe nuk u penduan. Po të lexojmë në historinë e kishës, kemi plot shembuj, po mua ka bërë shumë përshtypje kur e kam lexuar, është edhe rënia e Konstantinopojës, siç e dini nga historia, në 1453 në maj, Konstantinopoja u pushtua nga ushtrit turke dhe ndodhi një gjë shumë e madhe, vrasje, vjedhje, përdhunime, djegje të kishave, të manastireve, të shtëpive dhe humbje pafund jetësh njerëzore. Ka shumë veta që analizojnë sot e kësaj dite arsyet se si ka mundësi që një qytet të cilën e kishin dëshiruar pushtues në 1135 vjet histori, kishin dëshiruar ta pushtonin dhe nuk kishin arritur dot. Dhe si ka mundësi që arritën turqit që ta pushtonin. Disa përpiqen me arsyetim njerëzor thonë që po ja për shkak se numri i ushtrive nuk ishte i barabartë, turqit kishin më shumë ushtarë, ata kishin më pak. Por ndërkohë dim nga historia e Bizantit që në kohën që u kënduaj himni Akathis, për shembull, që u si kujtohet, për shembull, Konstantinopoja u rrethye edhe nga deti dhe nga toka, edhe nga persët dhe nga avarët. Megjithëse në qytet kishin mbetur disa mijë ushtar, shumë pak sepse ushtria kishte vajt luftonte në Persi, Shënmëria u shfaq në muret e qytetit dhe luftonte pa u lodhur në të gjitha pozicionet, duke mbrojtur muret e qytetit nga sulmuesit dhe madje mundsoi edhe një stuhi e cila i shkatroi gjithë flotën armike dhe u mbytën të gjithë dhe nuk shpëtoi asnjë gjallë. Që këndohet ai himni për lufteshët gjenerale, këngëmundse është pikërisht të himni që e kënduan besimtarët e krishterë Shënmërisë, nënës së Zotit që i shpëtoi nga sulmet e barbarëve. Ndërkohë që në këtë moment turqit arritën dhe e pushtuan qytetin për gjithë ato mizori. Dhe ata që janë, le të themi, njerëz shpirtëror dhe përpiqen të kuptojnë me anë të Zotit
arsyet e vërteta reale që pse u pushtua qytet, dalin përfundimin për shkak të mëkatit. Kam lexuar nga shkrimet e atë filozofe Zervakosit, një atë shpirtëror shumë i përmendur në Greqi në vitet 70-80. Ai e tregon arsyet e vërteta se pse u pushtua Konstantinopoja nga turqit. Dhe thotë që ky si atë shpirtëror që jetonte në një qeli pranë Konstantinopojës, vinin dhe rrëfeshin tek ai shumë njerëz nga qyteti. Nga gjitha kategoritë, pasur, varfër, ushtar, fisnik, tregtar, dhe dëgjonte në mënyrë të tmerrshme në mëkatet që bëheshin atë qytet. Si nga populli, po edhe nga kleri. Pra kishin një rënje morale shumë të madhe. Dhe i shqetësuar, shkon dhe i kërkon takim mbretit dhe patriarkut. Dhe i thot që jam informuar që në qytet bëhen mëkate, shumë të rënda. Mëkati i parë i blasfemisë, sharja e të shenjtave, kur shan me fjalë ndyra, Krishtin, shënmërinë, shenjtorët, kishën e kështu me radhë. Mëkat shumë i rëndë. Le pastaj moraliteti, edhe shturjet e tjera dhe orgjira e gjëra të tjera që bësh. Dhe padrejtësira të tjera. Në rast se qyteti tha nuk pendohet, ai do të pushtohet nga turqit. Kështu që duhet filluar puna më një herë që të ndërgjegjësohet populli, të ndryshojë jetën, të pendohet, siç profeti Jona shkoi në Niniv dhe Ninivasit u penduan. Që nga mbreti e gjithë qytetarët u penduan të tërë. Dhe qyteti shpëtoi nga dënimi i Zotit. Mbreti i dha autoritetin bashkë me Patrikun që të predikonte në përkishat e qytetit. Megjithatë, për fat keq, asnjë nga as nga udhëheqësit e popullit, as nga populli nuk e mori seriozisht predikimin e atë Genadit, skolarit. Dhe mbas 3 muaj punë, ai kthehet përsëri tek mbreti dhe i thot bashkë me Patrikun, i thot, vje keq o mbret që po ta them, po njerëzit nuk e morën seriozisht fjalët e mia, nuk u penduan dhe me shumë hidhërim po them që qyteti do pushtohet, nga turqit. Ndërkohë që po fliste, Duka i Madh me ironi i tha, po miro ati tha, tani mirë dakord ne jemi mëkatar, tha, po 5 njerëz të drejtë tha, nuk do i gjej Perëndia në këtë qytet që ta shpëtoi. Që ose kujtohet historia e Sodomës, Gomorës, kur ndërmjeton Abrahami, i thotë nëse do gjej për shkak 5, 10, 40, 30 njerëz të drejtë, që thotë aty që Abrahami e ndaloi ke 10 sepse e dinte që nuk kishin ata njerëz të drejtë aty dhe nuk vazhdoi më tutje, po se edhe 5 e dinte që nuk kishin 5 njerëz të drejtë në qytet. Dhe ai tha që nuk do i gjej ka Perëndia 5 njerëz të drejtë që ta shpëtojë qytetin pra mos ta ndëshkoj, me ironi pra. Megjithatë Genadi u largua nga qyteti, shkoi atje ku shkoi në qelinë e tij. Dhe ndodhi ajo që askush nuk e imagjinonte dot, që qyteti pas një rrethimi të gjatë u pushtua dhe vijuan masakrat, vjedhjet, djegjet, përdhunimet nga më monstruoze. 3 ditë ushtria pa asnjë lloj kontrolli bëri namin në qytet. Dhe madje Duka i Madh pa me sytë e tij ai që u tall me Genadin, pa me sytë e tij se si fëmijët e tij u therrën nga turqit. Në sytë e tij. Mbas 3 ditësh, Sultan Mehmeti urdhëroi të vijë rregull në qytet, të ndalonin vjedhjet, plaçkitjet, djegjet gjitha dhe çfarë ishte bërë dhe stop do vendosë rregulli, rendi në qytet. Dhe ushtria pra e disiplinuar vendosi rregull, disiplinë. Fillun festimet. Sultani bashkë me pashallarët e vet, gjeneralët e vet, hyri në Shën Sofin e famshme, i ra në gjunjë Perëndis, tha, Allah faleminderit, tha, që më bëret mundur që të fitoj një qytet që askush para meje se kishte fituar dot. Dhe mbas saj hyri në pallatin e Perandorit dhe filloi gostia. Ushtruan tavolinat plot me ngrënë me të pira duke festuar, të ngazëllyer që kishin arritur të sukses kaq të madh. Në një moment caktuar, gjatë festimeve, në dhomën ku qëndronte sultani bashkë me pashallarët e vet, u shfaq një dorë në ajër kështu që varen në ajër,
Edhe një zë që thoshte edhe 5, në mënyrë të përsëritur. Sultani u trem se mendoi që ndoshta edhe 5 ditë i kishin mbetur jetë. I shqetësuar thriti gjithë dietarët e perandorisë vet, i tha ma shpjegoni çfarë thotë kjo edhe 5 e kapi ankthi, të merri. Mbasi asnjë nga ata nuk i dha një përgjigje që do ta qetësonte. Një shërbëtore që i shërbente sultanit ndërhyn aty dhe i thot nëpërmjet një oficeri aty, i thot që kështu i thot, thuani mbretit që unë njoh një njerëz të shenjtë nga Perëndia që mund ta shpjegoj se çfarë kuptimi ka fjala edhe 5. E thirrën, tha vërtet ti e njeh këtë njerëz? Po, tha e njoh, sepse ai kishte atë shpirtëror Genadin. Shkon të rrëfej tek ai. Mirë, tha ma thrit tu, i tha. Ai vajti e lajmëroi dhe Genadi erdhi dhe u paraqit para sultanit. I thot sultanit, çfarë kuptimi ka gjithë kjo? I tha, unë nuk di të ta shpjegoj, tha, po më lër tha një javë kohë, tha, do t'i lutem Perëndis, tha, dhe çfarë të më thot Perëndia do të kthej përgjigje. Mbreti mbeti i kënaqur nga performanca e Genadit, tha, mirë, tha, ke një javë kohë, tha, mas një javë do vish këtu të më thuash. Shkoi Genadi, agjëroi. Një javë rresht, as hëngri as piu. Me një përgjegjësi shumë të lartë, ju lut Perëndis, dhe përgjigja që mori ishte kjo. Në rast se do kisha gjetur dhe 5 njerëz të drejtë në atë qytet, qyteti nuk do ishte pushtuar. I kënaqur që mori përgjigje nga Zoti, u paraqit para sultanit, i thot o mbret, i thot, përgjigja nga Zoti ishte kjo. Në rast se do të kisha gjetur edhe 5 njerëz të drejtë në këtë qytet, ti nuk do të mund ta pushtoje dot qytetin. Por, unë e gjykova që me qenë se as ta 5 nuk ishin, ti t'u dha leje pra që ta pushtoje qytetin. Në këtë moment, Genadi, ky sultani kuptoi që Genadi ishte tamam njeriu Perëndis, u qetësua që ky 5 ditë që s'kishte lidhje me ndoshta 5 ditë tjetër që i kishin mbetur atit, shumë i kënaqur, i thot Genadit, e shikoi që nga njeriu Perëndis, që vërtet komunikon me Perëndinë e vërtet, dhe që nga ky moment të emëroj të parin e të gjithë rumëve të perandorisime, pra të krishterëve të perandorisime. Dhe që nga i moment Genadi u shpall si patriku i parë mbas pushtimit të Konstantinopolës. Dhe ky rregull i caktimit të patrikëve ortodoks nga sultani mbeti deri në 1912 kur ra perandoria osmane dhe Turqia e ndryshuan sistemin nga sultanat e bën republik. Por gjithsesi prap ky ligj mbetet në fuqi sepse është shteti turk që ai që përcakton zgjedhjen e patrikut sipas traditës së vjetër të Genadit. E tregova këtë histori jo më kot sepse bota ku jetojmë për fat keq është larguar tmerrsisht nga Perëndia. Shikon njerëz që duhet ishin të krishterë, me emra shumë krishterë, Kristo, Vasil, Arallam, Stefan, Andrea, kështu me radhë, që duhet ishin një refleksion i ungjillit, i shikon që jetojnë pa frikë Perëndie, nuk i ruajnë porositë e Perëndis, nuk pendohen për mëkatet e tyre, duke u bërë një model shumë i keq për botën dhe duke vërtetuar do fjalë që tha Gandhi i madh, që unë do të isha bërë me të vërtetë krishterë në rast se nuk do të kisha njohur të krishterë. Pra të krishterët që pati mundësi të njohë Gandhi në jetën e tij, i dha një mesazh shumë të keq, sepse ai e kishte lexuar ungjillin, e simpatizonte atë lloj doktrine, por meqense nuk kishte njohur të krishterët vërtet, ai nuk arriti të bëjë asnjëri krishter. Pra të krishterët, sot aktualisht, janë bërë skandal për botën. Nuk jetojnë sipas porosive të ungjillit. Dhe për sa kohë Zoti nuk kurseu Jeruzalemin, qytetin e shenjtë, qytetin e profetëve, vendin e vetëm në botë ku adhuroi Perëndia e vërtetë,
dhe e la të shkatrojë mos mbeti gur mi gur, 2000 vjet më parë. Përderisa Perëndia lejoi të shkatrojë Kosnopoja, qyteti i shenjtë i dedikuar Zotit, i vetmi qytet në botë i dedikuar 100% Zotit. Plot me kisha, manastire, vende të shenjta, lipsane shenjtorësh, por që të krishterët e atij brezi nuk reflektonin asgjë të krishterë brenda jetës së tyre. Dhe Zoti, kur e pa që ata nuk u penduan, i lejoi që të bienin në duar të barbarëve dhe të pësonin në mënyrën më të keqe të mundshme dhe të lanin mëkatet e paullësitë e tyre. Këto modele që kemi marrë nga historia, këto shembuj që kemi marrë nga historia, duhet të jenë një mësues shumë i mirë për neve. Të mos ta përbuzim mëshirën e Perëndisë. Kemi marrë shumë dhurata nga Perëndia. Që ditën që u pagzuam. Mos harroni, çdo njëri nga juve që u pagzua ka marrë të njëjtin hir apostolik si apostujt ditën e rreshajeve. Se kam dëgjuar njerëz për shkak që bëjnë pyetje, po mirë, ja, pse sot krishterët nuk bëjnë mrekulli siç bënin krishterët e parë atëherë? Pse s'ndodhin mrekulli sot? Jo se mrekullit nuk ndodhin. Por të krishterët e sotshme nuk mendojnë si të krishterët e dikurshëm, si të krishterët e parë. Nuk e jetojnë jetën edhe porosit e Zotit, sipas ungjillit. Po jetojnë sipas një ligji tjetër, që është ligji i botës. Dhe Perëndia e tyre nuk është Perëndia e vërtet, por Perëndia e tyre është bërë paraja. Dhe me gjithë të shturje, me gjithë të rënie të madhe morale, pyes veten, them dhe çuditem, them o Zot, si ka mundësi që ai akoma duron, akoma pret që njerëzit të kthehen dhe të pendohen. Dëgjojmë për ditë gjëra nga më të tmerrshmet. Gjëra që as kafshët nuk i bëjnë. Dhe njerëzit jo vetëm që i bëjnë, por nuk kanë turp fare. Dhe madje gjëra që dikur i bënin fshehurazi, tani i bëjnë në publik. Duke sfiduar në mënyrë më të pacip zemratën e Perëndisë dhe vetë Perëndinë. Por duhet dim që Perëndia që nuk kurseu popullin e dashur të Izraelit, nuk kurseu qytetin e dashur të Kosnopojës, qytetin e shenjtë të Kosnopojës, edhe e la në duart barbarëve, si një leksion për gjithë krishterët gjithë kohërave që po nuk dhan frutet e denja për pendim, na pret një mjerim shumë i madh. Prandaj ne të gjithë duke pas parasysh këto mësimet të ungjillit, të vyra, të shenjta, t'i mbajmë dhe t'i ruajmë si margaritar dhe si udhërrëfyes të jetës sonë, dhe ta kalojmë këtë jetë të shkurtër toksore me frikë Perëndie duke ruajtur porositë e Perëndisë, dhe kur të shkojmë në jetën tjetër, të mund të shkojmë në mbretërinë e Perëndisë. Amin.